Sepse lufta e Kosovës nuk është opinion. Lufta e Kosovës është një fakt historik që jeton ende në kujtesën e njerëzve. Nuk kanë kaluar shekuj nga lufta, kanë kaluar vetëm 26 vite dhe ende jetojnë dëshmitarë. Ende jetojnë familje që mbajnë fotografit e të dashurve të tyre. Ende jetojnë plagë që kjo shoqëri i mban në heshtje. Dhe kur dikush tenton të shtembrojë këtë histori, ai nuk e prek vetëm një fakt, ai prek kujtimin e atyre që nuk jetojnë më. Ata u sakrifikuan që studentët shqiptarë të mësojnë në gjuhën e tyre, në vendin e tyre, në shtetin e tyre. Si komandanti i ushtrisë shqiptare të Kosovës, jemi në gjendje që ta mbrojmë atë dhe vlerat që ai përfaqëson. Para mushin është që qëtë Zoti tash i kem ushtrin tonë, policin tonë, këto sene muhet mi vendos policia e gjykatat e këtu, na përkrajmë ata dhe në vdekje se ai ka bu për atë dhe e respektojmë me gjithë shka. Kjo protestë është organizuar nga Parlamenti Studentor i Universitetit Haxhi Zeka dhe ka për qëllim vetëm ngritjen e zërit ndaj çdo përulje dhe tentative keq informuese për vlerën dhe dinjitetin e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Atëherë, fillimisht kam nderin të ftoj për një fjalë përfaqësuesin e studentëve të universitetit, zotrin Ardit Bubi. Të nderuar qytetar, të nderuar studentë dhe profesorë, të nderuar veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar familje të dëshmorëve dhe të dashur bashkëqytetar, në veçanti i nderuari rektori i Universitetit Haxhi Zeka, zotri Armand Krasniqi, falenderojmë për mbështetjen. Me të vërtetë është nder i veçantë të mbrosh ushtrinë çlirimtare të Kosovës, por është e turpshme kur mendojmë se nga kush po e mbrojmë. Nuk po e mbrojmë nga serbët, por po e mbrojmë nga shqiptarët. Sot nuk jemi mbledhur këtu vetëm në një shesh qyteti. Sot jemi mbledhur në një moment ku ndërgjegja e një shoqërie vihet në provë, sepse ka raste në histori kur një popull duhet të vendosë a duhet të hesht përballë shtrëmbrimit, apo duhet të ngrihet në mbrojtje të së vërtetës. Ne sot kemi zgjedhur të mos heshtim, sepse historia nuk është vetëm kujtim. Historia është themeli mbi të cilin qëndron një shtet, dhe kur ai themel fillon të lëkundet nga pasaktësi, nga haresa, atëherë nuk rrezikohet vetëm e kaluara, por e gjithë e ardhmja. Ne nuk jemi këtu për të krijuar zhurmë, jemi këtu sepse ndërgjegja nuk na lejon të qëndrojmë të heshtur. Sepse e vërtetë e këtij vendi nuk është një tregim që mund të shtrembrohet nga gjithkush, apo edhe nga askush. Ajo është shkruar me sakrificë. Është shkruar me jetë njerëzish që nuk jetojnë më. Kur flasim për luftën e Kosovës, nuk flasim vetëm për historinë e libra, flasim për jetë të ndërprera para kohe. Flasim për familje që u ndanë përgjithmonë. Flasim për fëmijë që nuk patën kohë të mësojnë shkronjat. Flasim për fëmijë që nuk arritën të shkruajnë kur fjalën e parë. Fëmijë që lanë shkronja pa mësuar. Ata nuk patën mundësi të lexojnë libra të shkollës, por sakrifica e tyre u bë kapitull i rënd dhe më i dhimbshëm në historinë tonë. Ata nuk u sakrifikuan që sot në universitetet tona të mësojnë serb në gjuhën e tyre, ata u sakrifikuan që në universitetet tona të dëgjohet shqipja e lirë. Ata u sakrifikuan që studentët shqiptarë të mësojnë në gjuhën e tyre, në vendin e tyre, në shtetin e tyre. Dhe për këtë arsye, është e dhimbshme të mendosh se vetëm 26 vite nga lufta, ne duhet të dalim në shesh për të mbrojtur të vërtetën e saj. Është e dhimbshme të kuptosh se kujtesa e një populli mund të lëndohet kaq lehtë. Sepse lufta e Kosovës nuk është opinion. Lufta e Kosovës është një fakt historik që jeton ende në kujtesën e njerëzve. Nuk kanë kaluar shekuj nga lufta, kanë kaluar vetëm 26 vite dhe ende jetojnë dëshmitarë. Ende jetojnë familje që mbajnë fotografit e të dashurve të tyre. Ende jetojnë plagë që kjo shoqëri i mban në heshtje. Dhe kur dikush tenton të shtembrojë këtë histori, ai nuk e prek vetëm një fakt, ai prek kujtimin e atyre që nuk jetojnë më.
A I prek dhimbjen e familjeve, a I prek dinjitetin e një populli të tërë. Prandaj heshtja nuk është zgjedhje, sepse heshtja, kur e vërteta lëndohet, nuk është normale. Heshtja bëhet bashkëfaqësi morale. Sot nga sheshi PS nuk po dëgjojmë një mesazh zemërimi, por dërgojmë një mesazh ndërgjegje. Sepse shoqëritë nuk rrëzohen vetëm nga armiqet e jashtëm. Ato dobësohen kur harrojmë të mbrojmë të vërtetën e tyre. Dhe sot këtu janë studentët. Kjo është shenjë më e fortë e shpresës për këtë vend. Sepse studentët nuk janë vetëm e ardhmja, studentët janë ndërgjegja e një shoqërie të gjallë. Studentët ngrihen për të mbrojtur të vërtetën, kjo do të thotë se ky vend ende ka busull morale. Dhe sot nga ky shesh ne po japim një zotim të përbashkët, se e vërteta nuk do të hesht, se kujtesa nuk do të shtrembrohet, se historia do të tregohet ashtu siç është. Sepse historia e Kosovës nuk është pronë e askujt, ajo është sakrificë e një populli të tërë me një popull që nuk haron rrezikun e vet. Prandaj sot nuk jemi këtu vetëm për të protestuar, jemi këtu për të dëshmuar se kujtesa e këtij populli është ende gjallë dhe se rinia jonë nuk hesht. Se dinjiteti ynë nuk është I dorëzuar dhe le të dëgjohet qartë nga ky shesh. Historia e Kosovës nuk shtrembrohet dhe e vërteta nuk normalizohet dhe e vërteta nuk relativizohet. Kujtesa nuk përdhoset, dinjiteti I Kosovës nuk preket. Lavdi kujtimit të viktimave dhe dëshmorëve, nderime për sakrificën e popullit ton, e vërteta e Kosovës nuk harrohet kurrë. Faleminderit. Të dashur student, të dashur koleg profesor, të respektuar qytetar, sot gjendem para jush në një cilësi veçantë, jo si organizatori I këtij klubimi, por si një I ftuar nga studentët. Dhe më lejoni të them me sinqeritet plot, kjo ftesë për mua përfason një nder të veçantë. Një nder sepse vjen nga studentët, nga ata që përfasojnë energjinë më të gjallë, mendimin më dinamik dhe ndërgjegjen më të ndjeshme të shoqërisë sonë. Një nder sepse vjen në një moment që kërkon maturi, qartësi, përgjegjësi dhe çdo fjalë dhe në çdo qëndrim. Duke qenë sot këtu me ju, ndjej njëkohësisht respekt, por edhe detyrim. Kjo, sepse universiteti nuk është vetëm një vend ku mësohet. Universiteti është vend ku formohet mendimi kritik, ku ndërtohet sensi I përgjegjësisë dhe ku kultivohet qëndrimi qytetar. Dhe kur studentët e një universiteti ndjejnë nevojën për të reaguar, atëherë kjo nuk është një ngjarje e zakonshme, është një sinjal që duhet kuptuar. Është dëshmi se universiteti po përmbush një nga funksionet e tij më thelbësore, të formojë individ që nuk janë indiferent ndaj zhvillimeve shoqërore, por që reflektojnë dhe veprojnë me përgjegjësi. Ajo që po ndodh sot këtu nuk është një reagim I zakonshëm publik, është një moment që kërkon një qasje të balancuar dhe të matur. Një qasje që respekton lirinë e shprehjes, por njëkohësisht e vendos atë liri përballë përgjegjësisë që ajo bartë. Një qasje që lejon debat, por nuk pranon deformim të vlerave themelore mbi të cilat qëndron shoqëria jonë. Kjo sepse shoqëritë demokratike nuk maten vetëm me hapësirën që krijojnë për mendime të ndryshme, por edhe me aftësinë që kanë për të mbrojtur vlerat që I mbajnë të qëndrueshme. Dhe këtu hyn pa një dimension tjetër, po aq I rëndësishëm, dimensioni institucional dhe ligjor I mbrojtjes këtyre vlerave të cilat neve po I mbështesim sot. Vlerat mbi të cilat është ndërtuar liria jonë nuk mund të mbeten vetëm në ndërgjegjen individuale apo në reagime sporadike të qytetarëve. Ato duhet të reflektohen edhe në rendin juridik të shtetit. Prandaj, besoj që është momenti që kjo çështje të trajtohet me seriozitet dhe në nivel institucional, duke u konsideruar nevoja për mekanizma më të qartë ligjor që garantojnë mbrojtjen e vlerave historike të trashëgimisë tonë kolektive, të mishruara në lëvizjet dhe luftën çlirimtare, e të rrënjosura në gjakun e bijave dhe bijve më të mirë të popullit tonë. Asesi nuk bëhet fjalë për kufizim të mendimit, por për vendosje të standardeve që dallojnë lirinë e shpresës nga keqpërdorimi I saj. Në këtë kuptim, roli institucioneve legislative bëhet I domosdoshëm, sepse ato kanë detyrimin për krimin në kornizë që mbrojnë dinjitetin shoqëror pa cënuar parime demokratike. Dhe ndoshta urgjenca e kësaj çështje kërkohet pikërisht për faktin se diskursi publik po evoluon në një ritëm që kërkon reagim të menduar dhe të koordinuar. Të dashur studentë,
Ajo që ju po e bëni sot ka një vlerë të veçantë. Ju nuk po kërkoni të impononi në të vërtetë. Ju po kërkoni të ruani një standard. Dhe kjo është një shenjë e pjekurisë qytetare, sepse dallimi mes impunimit dhe mbrojtjes së vlerave është thelbësor për një shoqëri të shëndosh. Universiteti në këtë kontekst ka një rol që shkon përtej mësimdhënies. Ato kanë qenë, duhet të jenë dhe janë hapësira ku diskutohet me argument, ku sfidohen idetë pa cënuar dinjitetin, ku ndërtohet një kulturë e dialogut të përgjithshëm. Në një kohë kur informacioni shpesh shpërndahet me shpejtësi, pa verifikim të mjaftueshëm, universitetet duhet të mbeten një pikë referencë, një vend ku fjala peshohet dhe ku qëndrimet ndërtohen mbi bazën e vlerave dhe fakteve. Dhe kur studentët marrin iniciativa të tilla, kjo është një dëshmi që ky mision është duke u realizuar. Sot, ajo që po shohim këtu është më shumë se një dubim. Është një reflektim i gjallë i rolit të universitetit që duhet të ketë shoqëri. Në historinë tonë kombëtare, universiteti çdo herë i tillë ka qenë, i tillë do jetë për jetë. Një rol që nuk kufizohet vetëm në auditor, por shtrit edhe në jetën publike. Një rol që nuk hesht përballë sfidave, por kontribon në mënyrë të matur dinjitozën e trajtimin e tyre. Në fund, ajo që mbetet thelbësore është mënyra se si ne si shoqëri zgjedhim të trajtojmë dhe të mbrojmë vlerat tona. Sepse ato nuk ruhen vetëm duke u përmendur, por ruhen duke u mbrojtur me fjalë, me veprime dhe kur është e nevojshme edhe me ligj. Faleminderit të dashur student për ftesën, faleminderit për këtë shembull të përgjegjësisë dhe maturisë që keni treguar çdo herë. Faleminderit shumë. Për komandantin legjendar, heroin e Kosovës, Ramush Haradinaj, ma pak të është kjo që mundemi me bo, sepse aja meriton edhe më shumë, sepse ka jep një kontribut shumë të qanë me luftën për liri dhe pavarësi, një ndër themeluesit e ushtrisë shërimtare të Kosovës, njeriu që ka qëndruar 8 vite në Hagë për mbrojtjen e luftës së UÇK-s, njeriu që themeloi ushtrinë e Kosovës, njeriu që e mbrojti pejen nga ndarja, bashkë në këtë vend ku jemi. Dhe 20 vite më vonë, tek 20 vite, si kryeministër e ndalin ndarjen e Kosovës të lurjen që ishin në Bruxelles. Pra ajo është një ndër figurat më meritore të luftës tonë shërimtare dhe kjo është më e pakta që ne mundemi me bëj si student për dhirë që ka bëj Kosovës. Lavdia përjeshme, dhirë dhe veçantë respekt. Studentët e Universitetit Haxhi Zeka kanë dalë në protestë të mbrojnë vlerat e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Pra, sot kemi dalë që të mbrojmë vlerat e asaj organizate që e mundsoi që sot Republika e Kosovës të jetë shtet i pavarur dhe shtetasit e këtij shteti të jenë pavarur me të gjitha shtetet tjera. Si komandanti i ushtrisë shërimtare të Kosovës, jemi në gjendje që ta mbrojmë atë dhe vlerat që ai përfaqëson. Ka ardhur një kohë ku liria e shprehjes po keq trajtohet si liri, pra duhet të krijohet një standard i ri për lirinë e shprehjes, pra të mbrohen vlerat dhe të mbrohet themeli i shtetit të Kosovës. Shumë njerëz në ditë sotit po flasin për ushtrinë tonë shërimtar UÇK-n, se po këta ushtrinë tonë, sidomos për Ramushën këta ku veç një njeri pa dije që është i pa dhonën atë ku mendon për sene më negative, ku një person si Ramush Haradinaj, ku e ka sakrifikuar si vllaznin si ata për ardhmen e këtij vendi, për ardhmënin tonë, për me konë vend i lirë e demokratik, me konë ma ish lirë. Unë jam 2001, unë nuk më kara me përjetu luftën, a moj qysh i kom dëgju. Unë i kom dajtë e mi, unë i deqandi, unë kom pjestar të ushtrisë shërimtare. Për respektin se e kanë për njerës që e kanë shliru Kosovën e për këta, e me arë da njerës të huj se menojnë vish me qitë poshtë e ma poshtë për një ushtri se s'ka ushtri ma të poshtë në ruzull të kësorë. Marë duhet më arë mas parti për ata njerës që dalin, për ata persona si folin keq e ma keq. S'ka gjë tjetër na veç o me thomë, inshallah na nimon Zoti, inshallah bëhet mirë. Për Ramushin është që Zoti tash i kem ushtrinë tonë, policinë tonë. Këto sene muhet me vendos policia e gjykatat e këtu. Na përkrajmë ata deri në vdekje se ai ka bo për atë dhe e respektojmë me gjithçka. Munohemi për qa, shqiptarën me zveti, munohen për çështje politike, jo kjo kështu s'ka bo kështu, e ka bo sene këqija ma të këqija, amo këto sene janë veç për menimeve të njerëzve se i menojnë sene ma negativ, ma të keqe.
Për që atë arsye, na nuk i mojmë për bazë, na që e njohim mirë nuk i mojmë këtë sene për bazë. Veç për që atë arsye.